as një rregull, as të rregullores, as kushtetutën, as ligjet. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i partisë së krimit dhe kjo ishte një seancë ndër më të turpshme, ku pas një farset elektorale të pa precedent, në vend që qytetarët të ndigjonin të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetëve dhe kandidatëve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta ja mbathin brenda disa minutave, ja shqipti, ja ikin. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si që pat ju. Ishte shumë në drejt që në parlament të vinë bost e karteleve sësa këta, se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Megjithatë, ajo që duhet garantoj shqiptarët, vendosmërinë e palë kundër të opozitës të mbroj kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. Faleminderit. Tani pyetje se e kishit parë, duke i çfarë pyetje keni? Kam unë një pyetje. Sa urdhë po? Partia... A jemi në një ora një gjysë të zyra aty? Patjetër, po e kemi. Se ka gjëra. Tani e kam për parlamentin. Po. Partia Socialiste sot e ndërpreu seancën sigurisht me forcën e kartonave ku kanë 74 vota. E mendoni se çfarë do të ndodhë në shtator kur kanë 83 plus 3, 86 vota? Pra, do ta diskutoni edhe një lloj, ka një vot, ka gjithsejt. Ata janë një. Janë të gjithë pa, mos e pyet, kush vjen aty? Vinë përfaqësues të nuk janë deputet ata, janë, domethënë, janë përfaqësues të një farse të shëmtuar elektorale që s'ka pa vendi kurrë. Si do ta vazhdoni aksionin tuaj në shtator? Kurdo? Aksionin e Partisë Demokratike Do në shtator. do përcaktohet. Të gjitha format e qendresës janë të pranueshme. Diskutoni sot me drejtuesit politik grevën e Jo, sot me drejtuesit politik kemi çështje krejtësisht teknike. Kanë të bëjnë thjesht me disa... Do rezultatin që kanë marrë disa prej tyre? Jo, nuk ka problemi rezultat. Sot ka gjitha takimi është lidhur me finalizimin sa më shpejt të raportit. Mirupafshim.